misionin që të kemi dhe audiencën në maksimum. Atëherë, unë duhet të jem sa më fleksibël, më i vërtet dhe më i qartë për publikun. Jam gazetari i parë që e kam ndjekur çështjen Balluku që këtu e një vit përpara. Sot për Belinda Ballukun ka të sekuestruar 6 telefona. 3 janë të Ervis Berberit, 2 janë të sekretarës përgjithshme të Ministrisë së saj, është për zonjën Haxhi Ademi, një telefon është i drejtoreshës së financave po të Ministrisë së Infrastrukturës. Në 6 telefona brenda ka fakte dhe një burim i pashtershëm që të zbuloj spak se çfarë ndodh me të. Vetëm një ndërhyrje të vogël, Alaudin Malaj, në këtë studio, në vendin ku është i ulur Aulon Kalaja tani, ka thënë dhe një fakt tjetër që unë nuk e kisha dëgjuar përpara, ai e tha, unë po e citoj. Janë sekuestruar dhe 2 telefonat vetë zonjës Balluku në zyrën e saj. Për këtë unë nuk e konfirmoj. Mbyllje e citimit nga këtë nuk e konfirmoj. Unë konfirmoj këtë që kam burim nga SPAK. Një kryetari i gjykatës Apeli Tiranë. Unë do të them vetëm një gjë, që aktualisht Belinda Balluku është si rasti ku po sfidohet drejtësia. Për mua nuk është koha të tregoj Edi Rama që e mbështet apo jo Belinda Ballukun. Kjo është çështje e tij. Për mua ne hajta diskutojmë të këtë pjesë. Por unë nuk do të ngelem këtu. Edi Rama për mua është kapur pe nga Belinda Balluku, sepse Belinda Balluku në rrethet ngushtë socialiste njihet si bobe, njihet si trime. Dhe Edi Rama është e thënë dhe ditur publikisht që është njeri i cili ka frikë nga njerëz të cilët kanë një lloj prapavie e cila mund të ketë dhe nota të botës së errët. Pra, Edi Rama është njeriu i cili ka komunikuar dhe komunikon dhe mban lidhje të ngushta me botën e krimit. Dhe kjo është e faktuar në bisedat që bënte me shefin e policisë në Dibër, edhe me shumë eksponentë të cilët nuk është çështja për të diskutuar sot. Por do të thotë ai trembet Belinda Ballukut. Pra, qytetarët do ta dinë që Belinda Balluku ka dhe ajo ato sekretet e veta të cilët e mban në kontroll Edi Ramën dhe për këtë arsye nuk po e shkarkon. Por unë nuk është kjo thelbi që të dinë qytetarët është SPAK-u. Zotri, pse vepron me 2 standarde ti Zoti Dumani? Kam një pyetje unë. Ti kur e more një ish zëvendës ministre për një ark peshku, e çove, e arrestove një femër, një 9 fëmijësh, nuk arrestoke Belinda Ballukun? Çfarë po të frikson ty? Unë mendoj që këtu po luhet diçka. Dhe po ta them ekskluzive sot. Sot me informacionet që kam unë mendoj që është duke negociuar Altin Dumani së bashku me Belinda Ballukun për të ndarë pazarin, të shpëtoj kokën Belinda Ballukut dhe në këmbim Altin Dumani të marrë të besuarin e tij, Benjaminin e tij, në krye të BKH-s, që është Elton Korluku. Dhe kjo është një lloj pazari i cili po përflitet lart e poshtë SPAK-ut se është duke e bërë Altin Dumani. Pra, si ka mundësi, si mund t'ia shpjegojmë në qytetarëve që na ndjekin që kjo zonjë e akuzuar për 5-10 milion euro në një tender ku është e faktuar me mesazhe që ndikon drejt për drejt, ku i thotë Ervis Berberit, Viso, është shansi i të dyve, ne të dy mund të triumfojmë, ne të dy mund të humbasim, unë po të besoj ty. Eja lart, ku tuneli i Llogaras Endri është pa hekur, është rrezik për jetën e çdo kalimtari, çdo qytetari. Ku sot është thirrur mbikëqyrësi grek i cili ka faktuar dhe ka thënë që Ervis Berberi më mori dhe më kërkoi që unë të bashkëpunoja me kompaninë e Valter Begajt, e cila ishte mbikëqyrësja, por njëkohësisht ishte bashkëpunëtori i Ervis Berberit. Pra këto janë fakte të gjitha që Altin Dumani nuk i shef. Altin Dumani bëhet qorr. Tani këtu do të tregojmë, Altin Dumani është i varur apo i pavarur zotri nga politika? Altin Dumani shërben qytetarëve apo Edi Ramës? Është koha që SPAK të tregojë integritet. Pse është investuar 200 milionë euro te SPAK që të mbajë Belinda Ballukun jashtë? Dhe aktualisht Endri po ta them dhe një lajm tjetër ekskluziv. Belinda Balluku është duke çmontuar e duke prishur çdo provë të mundshme që atë e rrezikon. Çdo provë të mundshme që atë e bën të shkojë drejt arrestit. Dhe për këtë arsye Altin Dumani sot hesht. Pse hesht? Sepse SPAK-u ka hyrë në një amulli totale ku kërkojnë të vendosin edhe ata si politikanët, jo të respektojnë ligjin, po të kapin institucionin, të vendosin Benjaminin e tyre. Sepse Altin Dumani është njeriu i cili ka kryer vepra penale aty në SPAK, që për këtë do mbaj përgjegjësi penale. Dhe unë ta them që pas se tike Altin Dumani do përballet me ligjin zotri. Ke për të parë se çfarë ka bërë ai aty dhe për këtë arsye ky njeri sot po mban këtë qëndrim, që është qëndrim as pak parimor, as pak i drejtë dhe as pak i vlefshëm për qytetarët dhe jetën e çdo shqiptari i cili beson tek drejtësia. Amerikanët nuk i hodhën lekët që Altin Dumani të bëj pazar me Belinda Ballukun për Elton Korlukun, që ka një dosje paçavure dhe ka brenda një dosje që nuk meriton tjetër atë pozicion që është. Pra ka një dosje që
brenda saj mund të ketë vepra penale. Ka një dosje ku e shkuara e këtij njeriu nuk duhet ta çojë këtë në krye të BK-s. Pra SPAK-u po kthehet një parti politike ku intrigat politike, interesat e ngushta alla shqiptarçe po e mbajnë të ndezur debatin dhe luftën e brendshme në ekraneve në SPAK. Se SPAK-u është një institucion i cili ku gjen prokuror të ndershëm, prokuror të kapur, prokuror të cilët afilohen politikisht dhe prokuror që i shërbejnë drejt për drejt kësaj qeverie. Shqiptarët besojnë te Altin Dumani si njeri që duhet të respektoj ligjin, po jo Altin Dumani të shkoj tani të bëj pazar me Belinda Ballukun. Jo Altin Dumani të arrejë Belinda Ballukun të shi jashtë. Çfarë ka Altin Dumani këtu që fsheh që nuk e mban këtë zonjë në lonjë? Kush po e tremb këtë njeri? Pra Altin Dumani duhet t'rregojë shqiptarëve, o është i kërcënuar, o është bashkëpunëtor, o është peng bashkë me Belinda Ballukun te Edi Rama. Sepse nuk mund të shpjegoj SPAK-un që shkoi e nxori dosjen e plot të Erion Veliajt që për mua dihet botërisht mendimi se çfarë ka kryer ai njeri që ka kryer korrupsion madhor. Dosja e Erion Veliajt u bë çarçaf nëpër media. Dosja e Sali Berishës po ashtu përhap me një furi në gjithë gazetarët, ky rekord i madh. Pra ky Altin Dumani është një megaloman, Endri, po lër më lë të flas unë pra, më lë pra të flas unë tani. Lër a vërteton as vërteton ta lëm kohën gjithë duart. Po lër të themi shqiptarëve ca të vërteta se ju keni fituar. Ora un jam këtu për përgjithësi. Ju keni fituar, ju keni pushtetin. Ju keni pasur për ato peshkatarë që mendojnë që duke kapur një peshë mendoj se po kapin një. Të lutem mos më ndërhy. Ju vazhdoni qeverisni Shqipërinë drejt Leninit, po më lër të mbaroj të them ca të vërteta. Ne do t'i themi ca të vërteta për çfarë drejtësinë. Kjo drejtësia që partia juaj ka protestuar atje për Erion Veliajt. Kjo drejtësia që juve pra unë respektoj mendimet e gjithë kolegëve, po unë ditë përballem me debat. Të lutem Endri, më lër të fokusohem. Jo, fokusohu thjesht desha të bëj një pyetje, domethënë nisur nga kjo, po fokusohu. Domethënë nisur nga kjo që po thua, se mandati i zotit Dumani mbaron dhjetor. A varet hetimi ndaj zonjës Balluku dhe ndaj kujtdo zonja apo zotërie tjetër për cilën këtë nga kreu i ri SPAK-ut, se duhet t'ia themi teleshikuesve që nëse shkon për një njeri me imunitet, siç është deputeti, një kërkesë për mas sigurie që kërkon miratimin e parlamentit, duhet që firmën ta vëri dhe kreu i strukturës posaçme përveç prokurorit të çështjes. Të gjë jam duke thënë Endri. Endri, unë jam duke të shpjeguar që Altin Dumani, shiko, ka një do t'rregoj një ngjarje të gushtit që kam thënë. Ka burime që thonë që nuk është vetëm kjo dosje, pra nëse zoti Dumani për kaq kohë sa ka mbyll këtë dosje, Endri, çfarë ndodh me hetimet e tjera? Të lutem, unë do t'jap detaje edhe për të tjerat, edhe për dosjet, sepse janë dy dosje që janë dy akset më të rëndësishme rrugore në Shqipëri që SPAK po i heton. Por në këtë rast, unë nuk kërkoj që Altin Dumani të ndal hetimin. Jo më zotëri, unë kërkoj që ai të veprojë. Unë jam duke thënë Altin Dumani, ku është përgjegjësiria jote ligjore si kreu një strukture të mirë investuar, që do bënte drejtësi dhe ti sot ke marrë vendim për një ark peshk, për një zëvendës ministre, nuk po merr në këtë rast. Pse zonja Ballukus, pse nuk ka sot mas? Se unë e di që do ketë mas, po ka një prokuror të ndershëm atje. Ka një prokuror i cili është kërcënuar nëna, babai, familja dhe prap nuk ka bërë një hap prapa, që quhet Dritan Premçi. Është një prokuror i cili ka vendosur se ka pranuar parlament, është pyetur në mënyrë eksplicite zotin Dumani gjatë raportimeve të institucioneve. Lërë më zotin Dumani, ne po flasim ato që dim ne. Zoti Dumani e ka thënë të lutem, zoti Dumani e ka thënë para komision parlamentar që ka kërcënime të vazhdueshme ndaj prokurorëve të SPAK. Ka ardhur i dërguar i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ka takuar, Endri, do ta përsëris faktin e shumë të rëndësishëm që duhet ta dim. I dërguari, zoti Flaming, nuk ka takuar Altin Dumanin kur ka qenë në Shqipëri. E ka përshëndetur në korridor, nuk e ka takuar, e ka anashkaluar. Pse? Sepse kuptohet lidhja, do ta tregoj lidhjen për shqiptarët. Altin Dumani është njëri investuar nga Yuri Kim. Këtë e pranojmë apo jo, sepse pati një debat publik. Absolutisht. Një debat publik investua që të zgjidhej absolutisht. Që zgjidhej ai. Atëherë, Yuri Kim është një zonjë e përfolur për 2 anije tigra në Vlorë që i marrin shqiptarëve 83.000 euro në ditë. Dhe duke qenë kjo lidhje ngushtë, është Belinda Balluku kumbarja e atyre tigrave që sot zonja Kim është kthyer si CEO së kompanie. Pra kemi një trio interestash që mban Altin Dumani dhe Yuri Kimin, që mban që zonja Balluku të shpëtoj. Pra këtu kuptohet qartë që kemi shqiptarë, se unë nuk po shpikme, po flasim të vërteta. Dhe këto të vërteta shqiptarë duhet i dinë. Sot ka 2 çështje Endri që unë besoj që zonja Balluku duhet merret një orë më parë pa nderur, dhe do merret, dhe unë besoj që do merret sepse janë faktet aty. Janë 6 telefon. M'fal, do merret mas sigurie. Pra do arrestohet më saktë. Fleta e arrestit për zonjën Balluku do të
do të shkoj shumë shpejt në parlament, Endri. Kjo nuk përjashtohet. Është çështje e kohë. Ka një gjë, unë kuptoj që Altin Dumani përballë dosjeve që ka aty do të bëhet, do të tregohet, nuk do ketë shansi ta refuzoj fletën e arrestit kur do të përballet me pretence dhe akuzën dhe faktet që ka brenda për dosjen Balluku. Endri, janë dy dosje shumë të rëndësishme që po hetohen sot. Është rruga, është aksi rrugor Korçë-Ersek, i cila u shëm, Endri. Kjo rrugë, e cila u investuar miliona euro u shëm, është dhe aksi tjetër, Milot Kashar, që aktualisht është dur nën hetim. Pra janë dy çështje të rëndësishme që për mua, për këto dy raste, mbaj edhe shënim, do ta shohësh që do ketë flet arresti për Belinda Ballukun që do i drejtohet parlamentit. Por ajo që sot duhet të ndodhte, Endri, që unë jam disi kritik me Dumanin, se nuk kam asgjë personale, është pse nuk i bllokon të paktën pasaportën. Pse nuk merr ti zotri një mas më të fortë ndaj zonjës Balluku, që sot është njeriu më i fuqishëm ekonomikisht, politikisht, që ka të gjitha shanset e provat për të ndryshuar të gjithë provat që ajo të shpëtoj e palagur nga këto afera? Pse zoti Dumani veproi me njëherë ndaj të tjerëve, por nuk vepron ndaj kësaj? Pra këtu dalim që Altin Dumani, Belinda Balluku, Juri Kim janë bashkë. Nuk ka arsye tjetër logjik që të shpjegosh marrëdhënien e ngushtë dhe pasivitetin e zotit Dumani në këtë çështje. Është njeriu kyç, dhe unë po ta them, Endri, që çështja ka të bëjë me kreun e BKH-s, po luhet pazar, Endri. Pra amerikanët vinë këtu dhe amerikanëve ky njeriu që i cili doli atje dhe mori trofeun e njeriu që bëri sukses, duke marrë Ilir Metën zvarr dhe duke marrë Sali Berishën, duke u marrë me idiotësira edhe jo me të vërteta. Pra ky njeriu sot atë trofeun e ka rrëzuar dhe amerikanët, në sytë amerikanëve është njeri i pabesueshëm Altin Dumani. Sot kreu i SPAK, i dërguar i Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka bërë 2 takime, se do të qëndrojmë te SPAK-u, ka bërë me zotin Premçi, i cili ka pasur një bisedë drejt për drejt lidhur me situatën dhe përfoljen që ka pasur në media për kërcënimin e jetës dhe familjarëve të tij, dhe është dhënë garancia që të vazhdojë zoti Premçi hetimin deri në fund të zonjës Balluku, sepse zonja Balluku, Endri, është non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është de facto non grata. Do shofësh vetëm kur të dali vendimi. Pra është në blacklist. Unë sugjeroj gazetarët e emisionit tuaj nderuaj, ti shkruaj një email Departamentit të Shtetit për këtë që unë po them. Pra të kërkojnë informacion, mund ta bëjmë në rrugë zyrtare, mund ta bëjmë bashkarisht. Duhet kërkuar. Për mendimin tim, unë e di shumë mirë që është non grata. Aktualisht është zonjë e papëlqyer për një bashkëpunim me iranianët, për bashkëpunim me një libanez në të shkurën e saj, për bashkëpunimin dhe lidhjet që dyshohet nga Greqia. Pra sot zonja Balluku, Endri, ka shumë fije që janë kundër interesave amerikan. Dhe çdo njeri i cili qëndron kundër interesave amerikan, apo çohemi ne edhe dhe bëjmë monolog me zotrin. Monolog po bëj. Unë nuk të ndër hyra. Çfarë po thua, nuk kemi këtu për minuta. Ke dhe Berishën SPAK, ç'ke do t'jap. Ajo i vret këta, ajo e vret realisht. Më lër ta mbaroj. Endri, edhe diçka të mbyll të fundit që t'jap gjithë kolegëve kohën. Me të dhënat që kam unë, zonja Balluku është duke kërkuar lobist në Shtetet Bashkuara të Amerikës për fatin e saj politik, sepse ka një ambicje të madhe, ti haj kokën Edi Ramës, pra ti marri karrigen Edi Ramës. Dhe kjo ambicje e madhe po e bën atë që ajo të përfundoj aty ku përfundoi Erion Veliaj, se nuk ka arsyetim tjetër që Edi Rama dal nga dal është duke e lëshuar, është duke mbajtur një qëndrim të ftohtë, edhe pse në publik ata duken bashkë, sikur nuk po e nuk kanë komunikim fare sot. Kanë pasur në muajt e fundit debate pafund. I ka thënë çfarë ndodh me raportin e Vlorës, pse më shkruan Bexhet Pacolli. I ka thënë që ai njeri nuk ka të drejtë. Ka nis nga këtu që nga shtatori debatet, dhe debatet e fundit që kanë dalë në publik dhe në media, që i dim, që ti nuk më